familja dhe pasardhësit e Skënderbeut. Aktivitetet të shënuara gjatë kësaj dite të djeshme i ka përmbledhur në një kronik gazetari Erin Zhushit, të cilën ju ftoj ta ndjekim së bashku. Me një program të pasur kulturor e shkencor, Prishtina shënoi 620 vjetorin e lindjes së heroit kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Manifestimi është organizuar nga organizata kulturore Shqiptaria në bashkëpunim me korporatën Kryezio, shoqatën Arti i Ngujuar, Artistët për Artist, Kufit e Arbrit dhe disa shoqata të tjera me motive patriotike. Në të njëjtin shesh u hap edhe ekspozita e artit pamor, e cila solli vepra të artistëve nga Kosova, Shqipëria dhe diaspora, të frymëzuara nga figura dhe trashëgimia e Skënderbeut. Pikturat, skulpturat dhe instalacionet e ekspozuara trajtojnë temën e identitetit, qëndresës dhe heroizmit, duke sjellë një qasje bashkohore ndaj një figure historike që vazhdon të frymëzojë. Unë jam Musa Prelivukaj, nga Martinajt e Husis, ka afro 60 vjet që jem Prishtinë. 6 maje, çfarë rëndësie ka kjo ditë? Për mua ka rëndësi jubileu, në veçanti për figurën më emblematike, për figurën më sublime dhe figurën më unifikuese i popullit shqiptar është Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Andaj kemi obligim moral, shpirtëror, mos të më dhe detyrim që të shënojmë çdo përvjetor të herojit ton kombëtar, Gjergj Kastriotit. Si ka shku procesi? Ju keni marrë pjesë edhe vitin e kaluar? Po, ka marrë pjesë edhe vitin e kaluar, ka marrë pjesë pe portretin e Skënderbeut. Ishte parafërsisht ky format, po kësaj radhe kam paraqit Kalani e Krujes, në atë versionin tim si artist, si e shoh, jo si fotograf, po mlaj. Edhe kam paraqit 2 helmetra të vjetra shkatërruar prej kohës, sepse është një kohë gjatë për asaj periudhe. Në një mënyrë këtu bashkohen historia dhe arkeologjia. Jam piktor nga Klina, Idris Berisha, Gjigji, më thonë, dhe jam pjesëmarrës në këtë ekspozitë kolektive që ka një tematik pushtuar Gjergj Kastrioti Skënderbeut në ditëlindjen e tij dhe secili në mënyrën e vet po jep kontributin, dikush me këngë, dikush me poezi, dikush me pikturë, kështu që sot kemi dalë në Prishtinë në shesh, ndoshta jo në ekspozitë në kushte normale, por të improvizuar për të shprehë, domethënë, respektin dhe dashurinë që kemi për Skënderbeun. Çfarë rëndësie kanë kësaj lloji ekspozitash për heronjt kombëtar në trashëgimin kulturore? Rëndësia është shumë thjeshtë, sepse pikërisht piktorët janë ata të cilët e kanë bërë gjatë historisë, domethënë, imazhin e kryetërimit, kryeheroit Skënderbeu, Gjergj Kastriotin, sepse them sinqerisht kërkush të kanë njoft, por duke e vizuar, duke e portretizuar secilin në mënyrën e vet, artistët kanë kriju një paraftyrim për një kryetërim i cili ishte i njohur jo vetëm për shqiptarët, por edhe për krejt Evropë. Për mua kjo datë është sublime sepse i rrumbullakson të gjitha festat tjera të cilat i kemi gjatë vitit. Kjo do duhet të shpallej edhe zyrtarisht në kalendarin e festave kombëtare, sepse ditëlindja e një njeriu si Gjergj Kastrioti meriton të festohet dhe të shënohet në nivel shumë të lartë. Unë mendoj që populli është ai që tregon, pavarësisht ndërskamsave dhe pavarësisht gjitha pengesave edhe barierave që ekzistojnë, kjo festë duhet të shënohet. Unë quhem Bia Jashiqi. Çdo event që organizohet për art, jam aty, kështu që po ndihem shumë mirë dhe e plotësuar. Sot është ditëlindja e Skënderbeut, por njëkohësisht edhe imja, kështu që pak po mburren krah për krah me te. Si ka shku procesi, a ka pas ndonjë sfidë ose diçka tjetër? Jo, këtu janë zbashku shoqata Shqiptaria, që është një shoqatë që përbamjen e punës e ka në formë ateizmit
dhe sikur Skënderbeu, do më thënë. Skënderbeu është ai që na ka mësu të kemë tolerancë fetare. Sa i ka shku Turqia po musliman, ka shku atje po katolik, atje të tri feti ka ndru. Manaj na sot e njekëm rrugën e tij. Është një manifestim i bukur për ta vedisu shqiptarin pe ka jem dhe kush jem. Përshëndetje, unë jam Beton Gusia, njën me thonë njëni për udhëheqësve grupit Artistët për Artist. Në këtë rast jemi Artistët për Artist bashku me organizatën Shqiptaria, si kur vjet, ashtu dhe si vjet, e organizojmë dhe kujtojmë herojin tonë kombëtar, Gjergj Kastriot Skënderbeu. Në këtë rast ne kemi ekspozitën me artistë nga gjitha trojet shqiptare, prezentimet e tyre të herojit tonë në format ndryshme, do të thonë prej klasikës deri te modernja. E ka artista shumë llojshëm dhe zgjedhje shumë llojshme, me thonë, për nder të këtij që do të bëjnë tradicionale për vjetorin të manifestimit për Skënderbeu. Si ka shku organizimi i kësaj ekspozite? A ka pas ndonjë sfida apo çdo që ka shku? Nuk ka organizim pa sfida. Gjithmonë ka me pas sfida, gjithmonë se cilin vjet ti mendon mi korrigju gabimet e vitit kaluar dhe fillon që me thonë update me bo, se cilin vjet na do të mendohem mi korrigju që ka kemi pas si vjet që nuk ka qenë pas sfida, nuk ka asgjë. Normal. Na jemi shumë të kënaqur për krejt marrëvajtjen, jemi të kënaqur me vizitën e shkollave, grupeve të gjitha viseve, kemi edhe arbresh. Jemi të kënaqur me krejt interesimin e televizionit që bën promovim shumë të mirë këtij evenimenti, kështu që përgjithësi është shumë nivel të lartë. Faleminderit shumë edhe juve që keni ardhur. So piktura janë gjithsej në ekspozitë? Momentalisht, kryesisht besoj që kanë mësi rreth për 50 autor, se kush mbrin ma herë, dikush ma vonë, por deri tash kanë mbri, kemi skulptura dhe piktura të lloj-llojshme. Kemi prej përsëritna, prej gjeneratës të parë të Akademisë të Arteve deri te fundit. Domethënë kemi edhe studenta, edhe autodidakt, edhe gjenerat edhe të Akademisë të Arteve, artista me nom. Si vjetë kemi knatësin me pas edhe skicën e Skënderbeu Daud Berishës, që është një knatësi jashtëzakonshme. Nikola na ka gjithmonë na ka përkra, Nikprela prej Tuzit e ka sjell edhe vjet ka këndu, edhe ka sjell punim, edhe si vjetë ka bërë një punim tjetër, edhe po ashtu vjen prapë. Jam shumë falënderues. Çfarë pret me marr njerëzit që kanë ardhur këtu sot për me pa ekspozitën dhe për me pa performancën, çfarë pret me marr me vete ata? Pres me marr me vete egon edhe bukurinë me qenë shqiptar. Edhe krenarin që jemi, edhe nuk kem nevojë ndikime të huaja kulturore, tasni palje. Duhemi, nuk them me mri vetë kënaqësinë, po duhet me punu edhe me pas kënarin kush jemi, edhe me vazhdu me identitetin tonë kombëtar pa u luhat. Zbashk me organizatën Shqiptaria jemi si vjet kemi qenë, edhe ka qenë madhështore dhe jemi pajtu me ardhë dhe si vjet së bashku. A pritet që ka me pas bashkëpunim edhe vitet e ardhshme? Gjithsesi, organizata Shqiptaria është një organizatë shumë energjike, ka të qartë identitetin, ka të qartë dëshirën me kujtu figurat kombëtare. Kemi pas bashku edhe Nën Terezën, e kemi organizuar ekspozitën të sheshi Nën Terezë, të sheshi Skënderbeu, tash jemi prapë, edhe do të vazhdojmë gjithsesi derisa shpresojmë një ditë të merr institucionet në dorë dhe bëhet festë kombëtare. Në këtë 6 maj, Prishtina nuk kujtoi vetëm një hero, por afirmoi një trashëgimi të gjallë që na lidh si këmbë. Trembi tremo Gjergjo Kastrioti, fuqit madhe që me dha ka Zoti, se djeg plaka e se djeg baroti, shpohot ati thanë malin dyshe qane, me një tra, me një ushtri për vlane,
Me heni trameni ushtri për vlane, lavdo Gjergjo Skënderbej drangoi, krahu yq do ditu për forcofte, gjithë armisht ku janoi qfarose, lavdi yto brezmas brezi u knafte, gjithë armisht ku janoi qfarose, lavdi yto brezmas brezi u knafte. Gjergj Kastrioti Skënderbeu mbetet jo vetëm simboli i qëndresës, por edhe drita që vazhdon të ndriçojë rrugën tonë drejt bashkimit, vetdijes dhe krenarisë shqiptare.